Përshëndetje, këtu gjendemi të shtëpia në vargun e Blert. Kjo është pjesa obore të përpara të shtëpisë. Shtëpia i ka 2 obore. Kjo pjesë mund të rregullohet sipas dëshirës së banorëve, po menoj blerësit që e blen. Kjo pjesa është pishina. Tash mujna me vazhdu edhe mrena. Kjo është qëndrimi ditor i shtëpisë 20D. Dikun përafërsisht është 35 metra katror vetëm kjo pjesa e qëndrimit ditor. Afër kësajna është dhe pjesa e kuzhinës, përafërsisht dikun të 25 metra katror dhe gjendet një pjesë e depos kuadër të kuzhinës. Në shtëpinë 20D gjendet edhe ashensori, të cilin e keni mundësi të gjitha shtëpit mu pajis me ashensor nëse dëshirojnë me i vendos. Këtu është një dhomë e gjumit. Zakonisht përdoret për fëmijë. Në këtë rast banori e ka bu për vajza. Këtu gjendet edhe pjesa e garderobës dhe një banjo. Në dhomën tjetër, zakonisht e preferojnë me lënë një dhomë për musafir, me gjitha pajisjet. Vazhdojmë te dhoma tjetër e gjumit. Kjo dhomë e gjumit, këtu mrapa gjendet një pjesë e garderobës edhe është pjesa e banjit. Këtu gjendemi në katin e 3 të shtëpisë, ku gjendet edhe dhoma master bedroom. Këtu shihet pjesa e master bedroomit, kuadër kësajna mrena dhomës gjendet një garderob. Pastaj mrena kësaj dhomës gjendet edhe një banjë që në kuadër këtij kati gjendet edhe garderoba tjetër. Një garderobë shumë e madhe. Në katin e 3 gjendet edhe kjo terasë e madhe, e cila ka një pamje shumë të mirë, ku shihet pjesa e lagjës të vargut Blert. Shihen shtëpiat në varg të cilat i kemi përballë, mirë po shihet edhe një pjesë e Prishtinës, si dhe pjesa e parkut të Tokbashqës, e cila lidhet me pjesën e Gërmisë. Këtu gjendemi në pjesën e podrumit të shtëpisë 20D. Në anën time djathtë gjendet pjesa e garazhës, ku parkohet vetura, ndërsa në anën time të majtë është pjesa e spas. Këtu është pjesa e saunës dhe jacuzzi. Në pjesën e podrumit gjendet edhe pjesa e lavenderisë. Në këtë anë të kësaj lavanderie, pjesën gjendet 2 maqinat, njëra për tharje dhe larje të rroba, si dhe për hekurosje.